Unë di që në këtë rast në fjalë u morën edhe videot e rrugës, e kamerave të rrugës për të vërtetuar incidentin. Një problem, jo problem, po një mënyrë tjetër se si bëhet për të çmimin është bundle, bashkimi I sigurimit të shtëpisë, të pronave me sigurimin e automjeteve. Çdo kompani ka strategjitë e tyre për të thithur klientë të rinj dhe për të mbajtur klientët sa më kohë të gjatë të mundur, që të mundet të administrojnë këto risit e klientëve. Sigurisht një nga politikat më eficiente që këto kompani kanë arritur të aplikojnë gjatë periudhës së biznesit është pikërisht bundling of disa rrisjeve bashk. Sigurisht shtëpi, makinë është një discount I konsiderueshëm, çdo kompani ka një përqindje të caktuar, mund të jetë 15%, mund të jetë 25%, varet nga kompani me kompani. Duke pasur edhe life insurance, ka një discount tjetër që mund të shtohet, nëse ajo kompani ofron life insurance, nëse ke business insurance dhe ofrohet nga një njëjta kompani, sigurisht që ofrohet një discount, një ulje çmimi tjetër, dhe këto e bëjnë më eficiente çmimin dhe kursimet më të konsiderueshme në qoftë se këto janë të mundura. Se jo të gjitha kompanitë kanë atë mundësinë që ti bundle të gjitha rrezikshmëritë që ata duan të mbrohen, klientët duan të mbrohen. Një lloj tjetër sigurimi ka të bëjë me bizneset. Për shembull, kam një person që e njoh, I cili ka marrë për automjetin e vet, është bor pastrues në dimër, ka marrë sigurim biznesi që është më I madh, më duket, se sa sigurimet e personale. Nga dallohen këto sigurimet? Sigurimi I bizneseve bëhet për biznesi, për atë entitet, për atë legal name që ky biznes ka. Ne jemi individ, pavarësisht se mund kemi një biznes, është një entitet tjetër, nuk jam unë si individ që bën atë biznes, është një kompani tjetër që bën atë biznes, atë shërbim. Në këtë rastin konkret, pastrimit të borës, sigurisht këto kompani janë të specializuar me mirëmbajtjen e pronave, korrjen e barit zakonisht dhe pastrimin e borëve. Këto kompani kanë rrezikshmëri tjetër, sepse mjetet e tyre janë më të mëdha, mjetet e tyre janë më të fuqishme, mund të shkaktojnë dëme, se janë të ekspozuar në rrugë për një kohë shumë herë më të gjatë se sa një mjet që ne përdorim për të vajtur në punë dhe për të vajtur në shtëpi pas pune, ai ka 24 orë pothuajse në ditë në shërbim të klientëve. Sigurisht që rrezikshmëria që ato ofrojnë, rrezikshmëria që ata janë të ekspozuar është më e lartë. Ja, në këtë mes, më falë se të prema, kishte të bënte edhe fakti, a kishte rus për para që shtyn borën, apo kishte bën me mjetët tjera? Po, dhe sigurisht, çdo biznes ka specifikat e veta, ka mjete sipas kapaciteteve, ka makinat vogla, të tipit truck që I themi ne, F-150, Ford ose Chevy, që janë të vegjël, 150s, po ka traqe që mund pastrojnë parkimet e dyqaneve. Ato janë makina mjete me kapacitete shumë të fuqishme. Sigurisht që kanë një rrezikshmëri akoma më të madhe si për dëmtimin e mjeteve të tjerë në rrugë, ashtu dhe në dëmtimin e objekteve që ato pastrojnë dhe I ofrojnë shërbimet e tyre. Për këto lloj biznese sigurisht që ka pakete të qepura apo stafat për sa I përket shërbimeve që këto kompani kryejnë, që ofrojnë. Cilat janë gabimet që bëjnë përgjithsisht klientët kur blejnë inshurancë e makinave po klasin? Që ju I vini re dhe I këshillonit mos I bëjnë. Shumica e individëve motivohen nga çmimi.
çmimi jo gjithmonë është indikatori më i mirë i një pakete të duhur për mbulimin e nevojave tona, të aseteve tona. Çmimi është faktor motivues kryesor që ne shopping për insurance, që ne kërkojmë të blejmë siguracione, por jo gjithmonë çmimi i ulët ofron mbulimin e duhur. Është shumë e nevojshme për komunitetin tonë i cili ka evoluar shumë gjatë viteve. Ne kur kemi ardhur këtu në fillim 25 vjet, 30 vjet përpara, mbase edhe 15 vjet përpara, kushdo që ka ardhur këtu ka pasur shumë pak pronë, ka pasur shumë pak asete, ka pasur shumë pak gjëra për të humbur në rastin e një dëmi apo të një aksidenti me automjet apo me biznes, ka pasur shumë pak prona për të humbur. Si koha evolon, ne kemi arritur që të kemi shtëpi, kemi mjete më të shtrenjta, makina më të mira, kemi prona investimet të tjera që kemi bërë, kemi dhe saving account apo edhe retirement account, fonde pensionesh. Të gjitha këto quhen asete. Të gjitha asetet tona, në emrin ton personal, janë të ekspozuara në përgjegjësitë tona dhe përfajet tona që ne mund të shkaktojmë dikujt tjetri. Në qoftë se ne nuk kemi siguracionin e duhur. Në çfarë do lloj ose pa siguracion fare. Ose pa siguracion. Pa siguracion në shtetin e Michiganit ngarja e mjetit është kundra ligjit, është e dënueshme. Por blerja e siguracionit minimal, duke pasur shtëpi, unë nuk e rekomandoj askujt. Blerja e siguracionit minimal për mbrojtjen e fizik të shoferit apo të pasagjerit, kur ti nuk ke siguracion shëndeti të mjaftueshëm, nuk do e sugjeroja askujt pavarësisht se çmimi është i ulët. So është shumë e rëndësishme që një bisedë me një agent, bota po evolon dhe po shkon në artificial intelligence, edhe njerëzit marrin telefon 1-800 number, shumë kompani edhe shesin pa agent komplet, është completely fully automated, which will be the future maybe, por është shumë e rëndësishme që për njerëzit të cilët kanë asete, kanë prona, kanë biznese, kanë fonde investimesh, fonde pensionesh, fonde edukative, për fëmijët e tyre, që këta individ të kenë një bisedë serioze me një agent ose një broker siguracionesh kushdo ai që mund të jetë. Ti e përmende këtë AI-n. Si po ndryshon industria e siguracioneve nga modernizimi? Është shumë shpejt, ne shikojmë në operacionet tona të përditshme, në kompanitë që ne përfaqësojmë, çdo telefonat që ne bëjmë duhet përgjigjet nga një artificial intelligent operator somewhere there. Shumë përgjigje të niveleve të ulta, që ose përpara përgjigjeshin një individ që lexonte një manual caktuar me rregulla caktuar, to pyetjet elementare që ne mund të kemi do kaloj pa diskutim në një filtr të inteligjencës artificiale derisa ne të arrim në individin e duhur që mund të zgjidhë problemin që ne kemi. Është eficiente për kompanitë, është jo konveniente për klientin, me sa shikojmë, sepse nuk kanë atë raportin njerëzor të lidhur midis tyre. Po bëj një pyetje paraprake për një gjë që u kujtova tani, për personat ose individët mund ligjshmërisht duhet marrin deri tek no fault, jo mbulim të plot si themi në Shqipëri kasko. Si qëndron ky raport? Cili është këshilla që i bën individëve? Kush mund të marrë vetëm no fault? Shteti Michiganit, siç e tham më përpara, ka një minimum të caktuar siguracione që çdo shofer mjeti, çdo drejtues mjeti është detyruar me ligj të ketë në mënyrë që të ngasi një mjet.
Këto nivele janë 50.000, 100.000 për bodily injury, 10.000 për mbrojtje të pronës, $10.000, $1 milion për personal property liability, nëse dëmton një objekt të palëvizshëm dhe ti je fajtor. Këto janë të detyrueshme dhe sigurisht edhe ato 2 taksat që paguhen për shtetin e Michiganit. Këto janë të detyrueshme nga ligj. Këto nuk ke minimum më pak se sa këto. Por shteti i Michiganit nuk të detyron asnjë drejtues mjeti që të siguroj mjetin e tyre personal. Është e drejta e çdo pronari pronash, pronari të mjetit apo shtëpisë, të mbuloj mjetin e tij. Nuk është e detyruar me ligj që të kesh mbrojtje për mjetin në rast se bie një pemë, bie një rufe, bie zjarri në makinë. Në këtë mes, mund të këshillosh një personi që ka një ato mjet të vjetër të mbaj vetëm në fault, sepse vlera e tij mjeti nuk është aq që... Po, domethënë ka mjete që nuk raporti i çmimit që ata paguajnë në çdo 6 muaj ose çdo muaj me vlerën e makinës dhe kompensimit të dëmit në rast të një humbje totale të mjetit nuk ja vlen. So ka raste për mjete të vjetra, të 2 mishit, janë 15 vjet ose 20 vjet makina në rrugë, për ato mjete kompania asiguracioni dhe sikur të jetë një humbje totale e mjetit, kompania asiguracioni do bëjë një vlerësim, kjo makinë ka 200.000 milje, ka qenë në rrugë për 15 vjet, 20 vjet, po të vesh ta blesh sot është $1.500–2.000. Nëse çmimi i makinës është një lloj me vlerën e siguracionit, sigurisht që nuk është e nevojshme blerja e siguracionit për këtë mjet.